Një aksident trafiku ka ndodhur në autostradën Arben Xhaferi mes Akcilës në hyrje të Kaçanikut. Në aksident janë përfshirë 2 vetura, ndërsa ka mbetur i lënduar një person. Pamjet nga vendi i ngjarjes shihen se njëra nga veturat e aksidentuara është dëmtuar goxha shumë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Serajnuri, kanë konfirmuar. Rreth orës 20:10 në hyrje të autostradës në Kaçanik ka ndodhur aksident trafiku. 2 vetura janë përfshirë në aksident, njëra me targat e huaja, një person i lënduar. Policia ka dalë në vend ngjarje dhe po hetohet me rastin në fjalë.